Rej Manaj, para pak ditësh, bleu 2 hotele në jug të Shqipërisë. Dhe kishte bërë top pin një koment që thoshte, ama se ti lekte politikanëve zbarë. Edhe ai i përgjigje, Rej, i thoshte, o robo, me të ardhë që kam unë. Ta dija sa si rrjedh gjaku pikat i rejt për të fituar të lek, e djerë sa çurk, e qa stresi e që ai djalë, që fëmi, ai dhe prindit e vet. Se kjo puna që ai Rej që të bleta ato hotelin e Rejmane, e di ku fillon. Fillon ku atë natën që hypën në skaf, nona vet dhe mbante në gjiku, ishte 2 vjeç, atje fillon ai goli, ai vila, ai apartamenti, ai hoteli që ka blerë Rejmane. Ata që iku me skaf, edhe iku me skaf në përdetin në Errësirë, me maman dhe me tezën e vet, jati e prisa atje, jati torturoi duke punuar nga mizën e ndark, e mas 2 muaj që ishin në Itali i gjetën ke shtëpia që ishin pa letra e kthyn dhe janë në Shqipëri, pastaj u detyruan të bëshin të letra. Dhe pastaj çdo ditë që ky babai apo mamaja e rejt masi torturohej në punë për të ushqyer rejin dhe të motrën dhe për ta marrë familjen në kom dhe për të marrë këta që kishin në Shqipëri, për të kontribuar për ta në Shqipëri, mbasi punonin këtu, merrin dhe rejin tani dhe çonin stërvitje. Ike javë ditë për ditë stërvitje në distancët që ka Italia, me makinë me karburantin e tyre, duke rej futin stërvitje o babai o mamaja që shoqëron dhe flinte gjum. Po them Rej, po të gjithë prindit e atyre që po bëjnë futbollista, që kanë arrit, se mos i marr gjithë me emra, po çdo futbollist ka pas këto gjëra. Po ti do ta shikosh që mbrin këtu, nga këtu vjen ky djali, o njeri për të mbritur atje lart ku është ti. Lajmi është që këto para po rikthehen në Shqipëri në formën e investimeve, sepse Shqipëria është në momentin e duhur. Rasti i Rejt, i Uzunit, i gjithëve, i Arbër Hoxhës, i Julian Sheut, i Armando Sadikut, kanë bledhë këta çuna. Të gjithë kanë bledhë gjithë. Pjesa më e madhe që gjysma e ekipit kombëtar të Kosovës po përpiqen të blejnë. Po shohin blejnë për në Shqipëri, kapiteni i përfaqësues Maqedonisë, Senis Bardhi po doi me ble vil në bregdetin shqiptar. Gjithmonë ajo që do të thonë është që duhet të kenë respekt për këta çuna, se këta janë krenaria e Shqipërisë së burr. Por këta janë pasaporte që ti mund të bësh. Këto janë një nga fashat, një nga kategorit, një nga grupet që po bëhen blerës të pronave interesante, për aq kohë sa është shumë interesante tani bregdeti i jugut, turizmi, hoteleria. Më vjen mirë se shumë breza futbollistësh, për shembull futbollistët e viteve 80 që bën ato histori goxha të madhe për kohën e tyre, për sakrificat, por nuk e patën këtë mundësi financiare që të investonin. Ndërkohë që ky është një trend edhe botror, ku futbollistët, jo vetëm futbollistët, por sportistët përgjithësi të gjithë niveleve të larta, përveç se fitojnë miliona në fush për shkak performancës, për shkak sakrificave, siç the ti, por nga ana tjetër po bëhen edhe të zgjuar në kuptimin, nuk mendojnë vetëm me këmbë, por edhe me kokë, për të investuar edhe për atë periudhën kur do i varin të kputucët ngosht një ditë dhe për ta vazhduar në të njëjtin nivel edhe financiar, edhe shoqëror jetën e tyre.